Ja, pra jemi tek Laguna e vjetër për ditëlindjen e mbretëreshës shqiptare deri e kombit Margarita Xhepa, që sot vërtet mush 90 vjeç, por është si 20 vjeç. Emocionet e këtij takimi dhe artistët për të na gëzuar këtë takim me interpretimet e tyre, me këngët e tyre, që do të na ftojnë të këndojmë edhe të vallëzojmë me siguri së bashku. Pra është një pjesë që nuk ka nevojë për prezantim, besoj. Megjithatë, do duhet që të falenderojmë ata që na kanë organizuar këtë takim, pra që na kanë mbledhur së bashku në këtë ditë të gëzuar, në këtë ditëlindje të madhe për një artiste të mrekullueshme, që janë Zef Shtjefi, faleminderit shumë Zef, organizator i këtij takimi, faleminderit shumë Demir për të organizimin, për kënaqësinë, edhe për kontributin tuaj gjatë gjithë kohës, edhe Zamira Koraçe, patjetër jemona shqiptare, që është promotor i këtyre i takimeve shpirtërore. Dhe për Margaritën tonë, në çdo ditëlindje lule do të mbledhim, buqeta do t'i durojmë, sepse jeta e saj në teatr dhe në kinema, jetën tonë e ka gëzuar, ndaj gëzuar këtë jubilet të jashtëzakonshëm, 90 vjetorin e lindjes, margaritari i zemrave tona, Margarita Xhepa. Dhe zemra, me shumë njohje dhe me shumë dashuri, jo vetëm nga kryetis, por nga të gjithë shqiptarët, kudo që janë nëpër botë, të gjithë ata kanë gëzuar për 90 vjetorin e lindjes tuaj. Sikur të ishte ditëlindja e parë për ju, dhe ndoshta kështu do të jetë. Ne do të festojmë së bashku edhe 100 vjetorin, edhe të tjera e të tjera. Të rrojmë e të gëzojmë.
Ca fjalë për ty kam shkruar. Ikën netët, ikën ditët, ikën muajt, ikën vitet, ikën shpejt pa kuptu, shumë kam qa e shumë jam gëzu. Kalova dete, kalova male, tu i punu e tu i qa hale. Ku ikën vitet, se di as vet, sot unë bona 90. I rujt Zoti dashamirësit e mi, që na i mblodhe në këtë kosti. Dasëm të modhe më keni bo, jam shumë e kënaqur në këtë dynjë. Hajde ne sot ta festojmë. Jemi mbledhur për qifin tonë. Të kërcejmë e të këndojmë, këtë ditë bukur ta shijojmë. Ju përshëndes gjithë sa jeni në këtë fest, le të tunet veni. Hani, pini dhe vallëzoni, këto vargje i keni nga unë vetë benzinoni. Faleminderit. Asionant të dy që kanë punuar, kanë bërë 4 filma me ta, vajtën dhe i thamë Xhavitit, jo, nuk e përboj, do vimë dhe dyta Teodor Lasha, i buri Manshur, i shkrimtari mrekullueshëm, nga vitet e pritjes që shkuan në Derviçan, në Raimondën, edhe atëre ishin, kanë lënë vetëm, po kur ke një bashkëshort, ke një artist të kupton, që të ndihmon. Edhe vjerë ke si iku para kohëve në kri gëzoj këta djemë të mirë, është merita ti që në u bëve djemë të mirë. I faleminderit të gjithëve për respektin, për dashurim, e desha, me thëmë drejtën, çdo gjë të bukur në jetë, çdo gjë i desha njerëzit, sepse e shikoja që më shikoni me dashuri, a urita me këtë dashuri, andosha ishte edhe hajpergo im, sepse më kujtohet kur bëra një artim, se kisha një lloj fantazie dhe atëre kur isha 14 vjeçe, dhe na i vide mësuese në korridor, aty në ke muri ato artimet e bukura, dhe ishte artimi im dhe i Vath Korreshit. Ai ishte 2 vjet më i vogël se unë, për qysha atëre ai e tregoja të talentin e tij. Te ati Krista i dhamos kam përfituar shumë kino studia, sepse fizikroi kino studion, krijoj paqe dhe respekt njerëzor. Me Ilia Shyti në teatr që na thoshin i madhi sa me prosit, po si nuk e hapët të gojën njerë juve, po si nuk e ngritë zërin njerë juve. E të Pablina Manit që erdhe aty e re, me talentuar, po kishe punën e madhe dhe bëre figurat të bukura. Pra, pas realiti atje një njeri i pikon dhe vërtet mirësia me të lirizmin e ti në poezit e tia. Pra më kanë ndihmuar shumë këto, merita e këtyre gjërave që ndosha më formuan, punohen dhe mbi të gjitha
spektatorit. Më kanë fryrzuar atë se një kompliment fundit që kur heci rrugës e vlejnë me nëna për shtëpi dhe i themi fshatarit, një file më ullë të lutëm. Aja kishe kokën ullur. E ngriti kokën dhe më tha, o, kushteta, të lutëm, tha, bëjnë një film tjetër se të ka shumë hije. Kjo kompliment nuk t'i atë hece nga gëzimi, se vërtetë ishe kënaqësi puna ime, dhe më thënë i pëlqeu tjera. Dhe i komplimenti i thjesht i fshatarit ishe gjithë komplimenti gjithë njerëzve, e urimet e syre, e bushkeshet e njerëzve, kudo që i bleje, më ka dhënë krah, më ka dhënë forcë, më ka dhënë dashuri. Ju faleminderit të gjithë për fjalët e bukura që ka Zepi me Kullushin që hapi ka të mbreni Raimonda, të gjithë njerëzit që folën të më falni se mos harroj. Ju faleminderit pa mos, të madhe të madhe. Duam shumë mbretëresha Margarita Xhepa, zotit për kokën sot. Dhe që ta ju falenderojmë pa mas gjithë. Ju përshëndes përzëvërsisht, pa fund emocione dhe ndjen krenare për ju gjithë që e keni pranuar ftesën tonë, pasi unë nuk jam vetëm për këtë organizim, jemi profesor Demir Rusi dhe doktor Zef Shqipni, që janë intelektual, gazetar, poet dhe artist, por dhe kryesor dhe në kryesim e jonës shqiptare. Unë si drejtuese e shoqatës kulturore artistike jona shqiptare ndër vite falenderoj të madhin Zot dhe kam pas fatin e mirë që unë të kem pranë këshillat e saj dhe shkolla më profesionale ka qenë të kem pranë mbretëreshën e nderuar deri në kombit zonja Margarita Xhepa. Kam deri dhe pse emocionet janë pafund, ti po ta përshëndes me dy vargje të mia personale të shpirtit tim. Gëzuar ditëlindjen nderi kombit mbretëresh Margarita Xhepa. Sot festojmë event krenarie mbretëresha Margarita Xhepa kremton ditëlindje. Kremton ditëlindjen deri kombit shqiptar, sot e nderon populli e kombi mbar. Zamira Korançe me familjen e saj të uron me shpirt dhe 100 vite plot shëndet. Zotit të bekoft, gjithmonë ditëlindje si sot qofshi e gëzuar, ju mbretëresh meritoni për të jetuar. Ju keni certifikuar mbi një dekadë me mira fëmijë me folklor, me mira talent rinor si aktor, me mira poet të kombit ton me poezit, me 10 promovime, libra që i lexon poezit me shpirt. Mbretëresha e aktrimit të kombit shqiptar Margarit paçi vetëm bekimet çdo ditë. Mbi shekullofshi plot shëndet dhe begati, ikona kombëtare dhe 100 vite të stofshti. Urime nga stafi i jonës shqiptare, të kemi oksigjen jetik. Ju mbretëresh, unë sidomos Zamira Korançe. Shikon emocion, unë kam bërë me mirë aktivitete dhe emocion. Profesor, më falë, por urime nga stafi i jonës shqiptare, të kemi oksigjen jetik mbretëresha kombëtare. Ju Margarit jeni rrizet jeli, ylber me 7 ngjyra, ju mbretëresh, festofshi dhe 90 pranvera.
Oh, krenari kombëtare Margarita e bekuar ikone gjallë, aset që nëna lind një herë 100 vjet diamant vleri rallë. Urime mbretërish tundja tjeta, gëzuar ditëlindjen deri kombit Margarita Xhepa. Kjo është. Faleminderit.